Zoti Rama dhe Albin Kurti, marrëdhëniet e tyre kanë qenë up and down. Unë nuk dua të vënë siklet, se unë e di, ju keni punuar, keni qenë ambasador, por unë jam nga ata që më shumë bëjmë me faj zotin Kurti se sa zotin Rama, pavarësisht se kanë të dy faj, po më shumë ka zoti Kurti. Tani unë nuk bëj me faj asnjërin prej tyre, se cili është munduar që marrëdhëniet midis nesh të zhvillohen. Natyrisht për probleme të caktuara, për çështje të caktuara ka pas edhe mosdakursi, po në asnjë mënyrë nuk duhet të ul poshtë vullnetin e palëve për t'i përmirësuar të marrëdhënie. Tani komentet janë të shumta sepse domethënë edhe takimet kanë qenë shumë intensive. Për shembull zoti Rama ose zoti Kurti takoheshin njëri tjetrin paktën 10 herë në vit për çështje, për situata të caktuara. Por gjithsesi, domethënë, unë mendoj që mund bëheshin në të mira marrëdhëniet, mund të ishin më efektive, por gjithsesi ka shumë vend për të ecur për një bashkëpunim. Mes këtyre dy kryeneçve, kush është më kryeneç? Nuk e di. Nuk e di, he? Po, faleminderit. Edhe kjo heshtje flet shumë. Foto tjetër. Tani, edhe këtu ta mbyllte, se e di këtë që nuk e di do të thuash prapë, po zoti Rama mund të ketë shumë defekte, po të vi kryeministri i Kosovës, të qëndroj katën e dytë, kur kryeministri i Shqipërisë është katën e parë në stadium, unë them që kjo është faqja më e turpshme zoti ambasadori që mund të bëj një që drejton shtetin e Kosovës. Me të drejtën tash hera parë që shikoj këtë foto kështu të dalloj këtu se aty është shumë e zoomuar. Albin Kurti që me këmishë të bardhë lart, zoti Rama dallohet që është më gjati. Shumë gabim. A bëhet kjo? Absolutisht jo, shumë gabim. E ke parasysh momentin? E kam parasysh. Si ka ardhur nga Kosova me makinë. Shumë gabim. Në mënyrë absolute nuk duhet. Vetëm serbët do duhet rokisnin këtu. Nuk duhet ndodhte. Do fërkonin duart. Foto tjetër. Nuk duhet ndodhte. Tani, unë do doja një koment në datën në 24 mars është një ditë e shënuar për kombin shqiptar, sulmi i NATO-s ndaj Serbisë, por përpara kësaj në 7 mars është shkruar epopeja e kombit shqiptar, një nga epopet më të lavdishme të kombit shqiptar me Adem Jasharin, ai që ndodhet në mes aty, dhe familjen e tij që sumon atë që tashmë çdo shqiptar e di. Unë do doja një koment për këtë hero, për këtë idealist kaq të madh dhe hero real. Se ti the danezët mundojnë të shpikin në hero në ja ku i kemi. Është një heroizëm i pashoq. Është një sulm ndër më barbarët të historisë të fund shekullit kaluar dhe një rezistencë heroike. Ajo që është shumë e rëndësishme ka qenë dhe mbetet, kjo qëndresë ngelet në memorien e çdo shqiptari kudo në botë. Unë po them diçka, pavarësisht se kanë kaluar 25 vite, 26 vite, prekazi dhe shtëpia e Jasharëve vizitohet në mënyrë intensive në çdo periudhë të vitit. Dhe vim te kjo tjetra, të rralla janë familjet, njerëz nga Shqipëria që vinë në Kosovë, që nuk shkojnë te kulla. Kjo është shumë e vërtetë. Edhe nga ana tjetër, edhe gjithë klasa politike e Shqipërisë ka shkuar, ka respektuar, ka qenë unifikuar në çdo gjë që është bërë. Nga të parë që kanë qenë atje, mua më kujtohet Sabri Godo, Indjeri Sabri Godo, që ka bërë dhe një reportazh në gazetën Koha Jon. Nga të parë, mos gaboj, duhet të ketë qenë në vitin 2000. Dhe nuk e di nëse u kujtohet ajo që vajte një grup politikanë shqiptar atje në deputetin. Dhe është një diçka dhe ç'ndodh pastaj mëtej që sot në bankën të akuzuarve vijnë 4 luftëtar, është pafalshme. Ja, foto do ta kemi pak më vonë. Foto tjetër, ju lutem, do ta bëj pyetjen vetë. Tani, besoj ju e dini, kjo është fletorja që oficeri dhe pedagogu Ylli Mici stërviste Adem Jasharin dhe mande të shtënat në tabel të Adem Jasharit. Nuk e di a e keni parë këtë. Ja, emri Adem Jashari shkruajtur me laps. Shumë interesant. Dhe 5 fishek të 5-ta në tabel. 8 fishek të 8-ta në tabel. Do thënë, dhe ka treguar në këtë emision, është shumë emocionuese kjo zoti Binxhozi, dhe e ka dhe sot fletorin në shtëpi.
një blok, një fletore, domethënë ku mban dëshnime. Si regjistër po themi. Shumë interesante. Sepse ai është stërvitur në Tiranë. Në Po. pjesën e afër Surrelit, diku aty ka qenë poligoni dhe Shumë interesante, era parë që shikoj. nuk e kishit parë këtë. Jo. Kjo është për muze. Ja ti ishe në Danimark, kjo do t'i bësh kështu, ë? Patjetër. Kjo do ishte jo kornizë, po, nuk e di ku mund të ta varrin ata. Ata e ka akoma ai pedagogu, akoma. Shumë interesante. Po tjetër. Ademi Ashari me një grup nga ata themeluesët e UÇK-s te monumenti i Skënderbeut. Se s'është vetëm Ademi Ashari. Foto tjetër tani duhet të jetë, kam përshtypjen duhet të jetë ajo që ju e filluat të kemi një faqe të parë të gazetës Koajon, atë që unë thash, 25 mars, sepse gazeta del një ditë më vonë. Po. Ju vetë e prisnit si një shumë i mirë politikës ndërkombëtare që NATO sulmon dhe Serbinë? Shiko, duhet të kthehemi pak në kohë. Periudha 90 deri në 99 ka qenë një periudhë intensive persekutimi, shtypje, vrasje, çdo gjë nga ana e Serbisë. Fatkeqësisht, pavarësisht se këto raportoheshin edhe në kancelaritë evropiane, me radhë, reagimi ishte shumë i avash, shumë i ngadalshëm. Dhe duhet ndodhin masakrat e Reçakut, të Gjakovës, të e tjera s'po më kujtohet tani, që të sensibilizoheshe qeveria amerikane. Unë po them diçka që informacioni që jepeshin në atë kohë ishin tepër të limituara, vetëm pasaj kur dolën to varret masive, vrasjet masive, aty plasi. Dhe unë mendoj që po të hecej me avash prit ta shikojmë, ta diskutojmë të me radhë, nuk ishte për të ndodhur. Dhe ajo që është për të ardhur keq është që agresori sot ngre krye kundër kësaj lufte. Agresori mundohet foto tjetër duhet kemi, fal vetëm një moment. Foto tjetër duhet kemi këtë që ju nisët ta komentoni, se kjo është. Unë kam pas rastin të njoh të tërë këto. Të katër, Të katërt kemi biseduar, kemi bashkëpunuar të me radhë. Dhe është një rast unikal në jurisprudencën botërore. 11 të dënuar me vdekje nga në gjyqin e Nurembergut për nënsis për 50 milionë vrarë. Dhe kjo është e pafalshme, është e padrejtë në mënyrë absolute asimetrike. Dhe kur vjen puna, flasim për drejtë e njeriut e me radhë, tu janë shkelur me dy këmbët. Dhe reagimi ndërkombëtar tepër i vakët, dhe nuk di që them, janë rasti unikal në botë që të keto. Si e parashikon gjykata, mund të japi një pafajsi? Tashti do presim. Ka zëra që paktën çfarë është shkruar në media, që është im thashë që mund të shpallet pafajshëm, po 3 tjerët mund të dënohen. Tani çështja është sido që të dali vendimi i gjykatës, në sy të opinionit, jo shqiptar, po ndërkombëtar, to janë të pafajshëm. Të njerëz të thjeshtë, të njerëzit që merren me këtë punë. Sepse është tepër e papranueshme që të nisi një gjyq, të ngrihet një gjykatë. Gjykata, e di për çfarë është ngritur në fillim fare. Është ngritur për trafikim organesh. Dhe po t'i thuash njerëzve në opinion, dhe Serbia e hodhi këtë fare. Shtëpia e Verdhë në Burrel. Po shtëpia e Verdhë, unë kam qenë deputet, ti di, unë kam qenë tek ajo. Ti ke qenë shumë aktiv në atë kohë. Ti kthehemi asaj shtëpisë së Verdhë, edhe aty thanë kanë hequr organet e kështu. Se ajo domthon luftë ka filluar në Shqipëri në fillim fare me Carla Del Ponten. Ajo ishte. Pastaj Dik Marti e vazhdoi këtë luftë, këtë përpjekje për të bërë në mënyrë. Dhe po mos ishte kjo fabul, ndoshta kjo gjykatë nuk ngrihte. Se po t'i thosh diku, e kanë kap të gjallë, i kanë marrë organet, i kanë vdekur kështu, e thanë ç'është ky makabritet. Njerëzit mendonin, unë kam qenë atë kohë në
deputetët pa ta shkuar një herë edhe në Danimarkë, pa ta biseduar me ca njerëz. Po ta ka kështu, po ta vërtetojnë që nuk është. Po nuk më ndodh. Se dhe Shtëpia e Verdhë mendoheshin domethënë që janë vrarë një herë 100 veta. Edhe janë varrosur. Ku janë varrosur? As varrës kishte, as gjë s'kishte. Dhe në Shqipëri. Edhe në fantazitë e regjisorit Quentin Tarantino të Hollywoodit nuk ndodhin këto. Landi, në Shtëpinë e Verdhë në Kosovë kanë ardhur gjithsej 107 stacione të huaja televizive. Në mat. Nga Japonia dhe nga Kriu. 107 kanale televizive. Ua. Dhe asnjëra prej atyre nuk tha që këtu ka pas masakër. Që të dyshonin pak. Që dyshonin. Fare. Po si ndodhi, po si u përmbys pse? Gjetën një shtëpi, kjo Shtëpia e Verdhë, në një fshat të jo të humbur, një fshat domethënë po larg Shtëpia e Verdhë. Gurë vogël. Gurë vogël. Gurë vogël. Edhe unë shkoja takoja të zotin e shtëpisë, se ndërtuam një urë atje me Urbeli kur bëra deputet unë. Dull Katuçi ka qenë i zoti i shtëpisë, edhe rriti, futsim në gotë rakine dhe thonë, e puna serve, o deputet se u go, qa servesh? Kanë ardhur na, thashë ka nga rakia, një herë, 2, 3, 4 e pyes pastaj, të interesohen, pa u hap kjo punë. Fare, domethënë. Po. Edhe thonë, po, ka ndodhur, kanë ardhur kështu me radhë, i kanë nxjerrë nga shtëpia, i kanë në gjithë natën jashtë, kanë parë ca njolla gjaku aty, që mund të kenë qenë ose therja në i bakti, ose lindën e fëmijë, dhe kaq, një shtëpi krejt e thjeshtë, pa ujë, pa rrugë. Ku është e mundur që pa sanardhje kështu? Por e tentativ, fatmirësisht në atë kohë nuk heci në Shqipëri dhe u kthyen mbrapsht. Të njëjtin skenar filluan të bëjmë në atë. Dhe thashi pa thënë që neve, domthon kjo është e pamundur, domthon është hedhur poshtë, po gjithsesi ishte pa mjaft kjo. Domthon forcat hesin përpara. Tani dikush e ka thënë që këtë për Shtëpinë e Verdhë kanë bërë 2 gazetarë shqiptarë që nuk jetojnë më në Shqipëri tani. Është vërtet kjo? Nuk ma do mendje, nuk e jo. Nuk është ashtu. Jo. Nuk është ashtu. Domthon ato u gjet me Google me gjë se ishte koha domthon kur organizoheshte kjo UÇK-ja. E thoshin jo kanë ardhur këtu, kanë bërë këtu e ngatruan. Pastaj e lanë në Shtëpinë e Verdhë, jo e mbërn Kukës në Shqipëri, domthon munduan që ta bëjnë këtë punë dhe nuk funksionoi. Funksionoi këtë. Dhe ç'ndodh tani? Qëllimi për cilin u ngrit gjykata speciale. Ishte komplet tjetër. Ishte komplet tjetër. Tani ti më ke parë shtrembër, më ke fol kështu, më ke bërë, masaj në luftë ka qenë. Po pse atëherë nuk ngrihet një gjykatë tjetër në Kosovë për përdhunimin e nënave dhe të motrave tona kosovare? Janë 20.000 raste. Ç'ndodh sot, po të thot filan sportist për Ronaldo, thot para 15 vjetëve në filan hotel ka pas shtremet e kamarierë dhe ajo ngrihet një padjetje me radhë. Është një çështje shumë sensitive sot për element të veçantë kështu